Këto janë pamjet e Shëngjinit në këtë të diel të tretë të muajit shtator. Moti me diell ka tërhequr pushues dhe vizitorë të shumë drejt kësaj zone turistike. E gjithë vija bregdetare nga Rana e Hedhur deri në Kun ishte e populluar me pushues, pjesa më e madhe të cilëve janë ditorë dhe kanë ardhur për të kaluar fundjavën në Shëngjin. Naturi është më pak kalorët edhe më mirë. Shqiptarët e Kosovës vijojnë të jenë më besnikët e Shëngjinit. Është në rregull, shumë mirë, janë nga detit, janë nga mbretit. Kemi pas punë, kemi qenë zonët me punë, dhe kështu që kemi shfrytzuar këtë kohën e pamë se është kohë e mirë edhe erdhëm një fundjavë. Unë e kam tash jam që një javë këtu, po e se punë këtu, unë jam për jashta, po ne të më admira shumë. Do se kemi hyrë në stinën e vjeshtës, po shteti vendor dhe biznesi vendas në Shëngjin vijojnë të ofrojnë shërbime, ashtu si në pikun e sezonit turistik, dhe kjo do të vijojë për sa kohë kjo zonë turistike do të jetë frekuentuar me pushues.